ndërhyrja e njëjtë. E mesit. Është edhe kjo koma kramponat e mrom, shkojnë komplet. Kjo është fillimi pikës kontaktit. Ç'kjo rast është? Unë po flas mbos fotës, shumë alat ka mujtë më lëndu kompletore. Nëse s'ka mujtë me pas intensitet se i ka 30 kg, që sa i madh, për çato tani e kanë vlerësuar aty intensitetin. Për Falzët i gjere që ka lidhje killat me identitet. Kolisi e majdet nuk e lëndoj lojtarin. Nëse lëndoj lojtari këtu, Flora, so mungon, edhe çfarë trajtimi duhet të vi te ti si fizioterapeutë? Varet sa shkolla e lëndimit, po këtu mundet me ku ligamenti të zogu i këmbës, mundet 2 muj, 3 muj me qenë jashtë fushave. S'poku 2 muj, 3 muj. Është fat në këtë botror që kësi lëndime ka shumë pak, po thuaj se heq. Një ndër arsyet janë edhe po luhet ma shumë teknikisht loja, edhe kozgjotja prej lojës prej ndeshjes në ndeshje. Kje bën që muskuli mu rigeneru, tani shtojmë këtë se çdo vet ka përparësi zhvillohet mjekësia. Për shembull, na e kena kuptuar që Messi është me 6 fizioterapeutat vet, personal. 6? Këtë botror, po, 6 fizioterapeuta. Për shkak të moshës, për shkak të intensitetit të garës? A kish në nuk kartën të këtë që atëm janë? Aja është Messi që atë bën dallimin, Messi, Ronaldo, Mbappe, që atë është dallimi mes një lojtori yll dhe një lojtori po thëm... Merë me mend që po thët Hajrizi, me edhon kartën të këtë që mja unol punën atyre 6 fizioterapeuta. Është keq edhe për ekonominë e vendit të Argentinës. Në gjështohet. Barbora, a kishe dhoni një menim tash, masi veç se e pyte ekspertin? Bravo. Jo, që e të dho 2 tjerë për të besoj, po problemi o që njënë se meritan. Njënë se meritan për shkak cilësis, për shkak kohëve tarë, për shkak që po më dojnë me pa, nuk diskutohet ajo. Erune mbro për kartoni. Jo, si lojtarë klasën se favorit, shështet. Se po më doko që po full shumë... Superlativa për Messi. Momentin kur një sportist, Erune din që është të e bo një veprem të gabushëm, edhe Erune për mës me shkaktu lëndim të madhë. Messi e banë këtë gjest, me rëkshore veden e hje komën, si që e vrejnë që e peprek. Se ndoshta është më profesional. Edhe e bjen e zbut intensitetin sa shihet veç prekje. Se gjështore është ofer, ndërsa këtu është të kundër ta, të li që e shkil, po krit peshen e vendos në komën që e ka shkil litorën. Veç këshyre e shkput edhe të të rënë kompituke. Dhe kur njëna komë është fizioterapeuti i gjdo shmidit, kur njëna komë godet, dhe tjetra shkputet, e gjithë presioni rritet në forcën goditës. Ato e fash, intensiteti i goditjes të letorit të Amerikës është shumë e modhe se... Kja Amerikës e përshë pak më shumë. Dhe se qesë, e përshë pak se... Aste në raste nuk më ne bjem pesh njejt. Aste në raste. Se këtë këtë të shtypta, që në pimë shë blok më shumë. Unë po flasë për gestikulim, Messi me pas... Rastet janë identiket njejta. Messi me pas moj 2 kom tuk, me pas mojt janë në kom tuk, kur e shkil, edhe me vazhdu me janë rritë presionin ko kartoni. Pa e hjek edhe këcen për frige që me lëndën. Messi ma hetë kjo fati që i ka tentu mërgju, se për me kishku, lëndimi ka mujtë me kohë këti lejtojë, me rëzik shumë se taj atje. Se kja lejojë që shtu më lakohet që ka koma pëshe, po pjesa mërome të kë, shkojnë tentivat automatikisht. Jo, nuk mënesh me qujtë ashtu, se mënet qaj lëndim, mënet se dhëtë jenë konë ta shtë këto që kë ka qenë najër kër e ka godit kë. Edhe kjo është najër. Ja, këta në tu, dy janë tu. Që ta në se ko mundësi me na qitë na pome më teshme. Edhe letorët e kanë bojnë ushtrime për balancave, kjo ja mundësën që qëto lëndime sa dhe pak me evitu. Cëllë rast e ki? Te lejtorët e Amerikës. Po që ndërime me rëzikshme ma e letë? Jo, ma e rëzikshme është. Definitivisht e ma e rëzikshme. Pse? Se ky që i kombës është ma e rëzikshme se të tiva.
edhe shtëh këtu që nuk e ka rëk Messi për jetë po në të tiv heq. E ka rëk muskull lartë. Qëra, përshesh të Po është ka shkel. A më neshe? Herta, qysh po duke ty... Unë e përshë vesh për mbos të foto. Ky debat në përgjithësi për këto, a kanë të drejtë